Me Ermalin jam dashuruar kur ishim gjimnaz. Kemi ndërtuar jetën tonë së bashku, kemi 2 vajza. Kur u bëre mam? Kur u bëra mam në po të njëjtin vit që ne vendosim të martoheshim, nuk e bëm me plan, po ndodhi. Erdhi Altea, kurse Emily erdhi në 2009 dhe më pas ajo që mund të them për familjen tonë të vogël, dëshira ndoshta e jona është që të ishte edhe pak më zgjeruar. Do me pyet si e pritën këtë asamblen e fundit familja vogël? Teja më tha, si ka mundësi që nuk të pyeti. Emily më tha, po mirë, nuk e çfarë ti bësh tani. Do e bësh edhe këtë gjë. Ermali ishte në fakt i vetmi që nuk e di pse herë të tjera ka ndodhur, po kësaj radhe nuk më shkruajti direkt dhe as nuk më komunikoi shpejt. Pastaj patëm një bisedë gjatë, po është e gjatë.